Duke qenë se Skënderbeu s'mund të mposhtej asnjë mënyrë me anë të armëve. Mendoi ta fuste në Grack, po të mundte, me anë të dredhive e të pusive, dhe ta prishte me anë të mashtrimit otoman. Prandaj, ai nisi për tek Skënderbeu, një lajmëtar të vet, me peshqeshje dhe me një letër të tillë. Mehmeti, bej, emër sultani i gjithë biseve të botës, Zot dhe sundimtar i lindjes dhe i perëndimit, i dërgon shumë të falas Skënderbeut, princit të arbërve dhe epiriot. Asnjë lidhje miqësore, kujtoj unë, po Skënderbeu im, nuk është më e ngushtë, asnjë miqësi më e qëndrueshme se sa ajo që buron nga një shoqëri e gjatë dhe një jetë e përbashkët e pa ndërprerë, sidomos kur ajo fillon që nga mosha fëminore. Dhe e njomzës, siç e di se ka ngjarë me ne të dy. Ne që në një moshë më të njomë, siç thon fjalës, kemi jetuar për një kohë të gjatë së bashku në sarajet e babës tim, kur ti ishe peng pranë tij, dhe kemi qenë lidhur për gjithë kohën me një dashuri e mirësi të pabesueshme. Kur unë i sill ndërmend të gjithë këto, Skënderbeu im, si edhe të tjera, dhe të cilat kënaqë ajo moshë jonë, më kujtohen një gostisht dhe gjithë ato që ti ke bërë kudoherë për lavdinë dhe madhështinë e pushtetit tonë, të familjes otomane dhe të mbretërisë sonë. Lidhur me këto sigurisht, nuk është fare nevoja që unë të flas ty shumë për dashurinë time tepër të madhe dhe të zjarrt ndaj teje. Dhe me të vërtetë, unë të betohem në emër të Zotit. Dhe për mua s'mund të ketë gjë më të pëlqyer dhe më të këndshme në jetë, sesa të kem ty pranë dhe të gëzoj pakos shikimin tënd. Prandaj mos ki ndonjë frikë për ardhmjen tënde tek unë. Sa për punën që ushtarët e mi e hynë pak më parë në mbretërinë tënde dhe plaçkitëm, dhe ata e bën pa lejen dhe kundër urdhrit tonë. Prandaj unë, me të drejtë, u zemrova shumë dhe s'më erdhi keq as pak, që ata u grinë, u dërmuan nga ushtria jote dhe u ndëshkuan për kobet e veta dhe për leshja mbaroi në favorin tënd, që mbron një çështje të drejtë, ashtu siç ta donte zemra. Por duke i lënë këto më njëherë, dhe duke padur parasysh miqësinë dhe dashamirësinë tonë të dikushme, unë arrita në këtë mendim që ne të bijmë në marrëveshje njëri me tjetrin dhe të lidhemi për jetë në mesin tonë, në mënyrë që ajo miqësi dhe shoqëria jonë aq e vjetër, cila është dukur pothuaj nga shkaku që ne të dy s'kemi qenë bashkë për një kohë kaq të gjatë, të ngjallet prapë, të rritet dhe të bëhet e patundur. Unë e di sigurisht se i takon atij që se kërkon, i caktoj kushtet e paqes, por në rast se përgjithsisht ato nuk duken të padrejta, dhe do jenë këto. Gjëja e parë sigurisht që ne kërkojmë prej teje është që ti lejosh ushtrisë sonë të kaloj lirisht dhe pa rrezik përmes vendit dhe mbretërisë sate, për të sulmuar qytetet e Venedikasve dhe për të plaçkitur tokat e tyre. Të na japësh pastaj si peng birin tënd Gjonin, i cilin ne do ta kemi gjithmonë si njërin nga bijët tanë. Tregtarët tanë, shitës e blerës, të hyjnë bashkë me mallarët e veta në mbretërinë tënde dhe të shkojnë ku të duan, duke patur mundësinë të tregtojnë të lirë dhe pa rrezik. Veç këtyre, ti vetë të vish tek ne pa asnjë merak i frikë. Në rast se këto gjëra do t'i pranosh sipas dëshirës sonë, ne të zëtohemi dhe të japim fjalën prej mbretit, se do të sigurojmë për ty dhe për mbretërinë tënde paqen e vërtetë dhe qetësinë e përhershme, dhe se do të ketë pranë nesh njëri më të besuar dhe më të dashur se ti. Dhe ne do ta lejojmë kur me fuqinë e forcave tona, dhe të pësoj gjë mbretëria jote nga ndonjë armik, qoftë nga tanët, qoftë nga të tjerë. Për çështjet që do t'i marrësh vesh nga goja e këtij lajmëtari,
dhe përfaqëson një si ton, Mustafa. Kesh besim të plot, qofsh shëndosh, prej Konstantinopolës son, mbretërore, 2 muaj, 1416, pas lindjes së Krishtit. Pasi lexoi mirë letrën e Mehmetit, Skënderbeu hiri në mbledhje gjithë kapedanët e vet dhe krerët e kampit. Ushtroi çështjen se ç'duhej bërë. I bindeshin barbarit e të vendosnin paqe me të, apo jo. Të gjithë e gjetën të udhës që të arrijej marrëveshja dhe të bëhej beslidhja me Otomanin. E qenë se kjo do t'i sillte jo pak dobi deri te emri të Skënderbeut. Jesa prijesi Mehmet, i cili zotohej dhe zotron të gjitha ato mbretëri dhe fuqira, sundonte me gjitha ato popullsira e qytete dhe kishte arritur në kulm me fatin e vet aq të mbar, kërkonte paqe nga Skënderbeu. Prandaj u vendos një zëri nga të gjithë se paqja duhet pranuar, por vetëm me njërin kusht, që teptarët e njërës e tjetrës palë të trembtonin lirisht e pa rrezik në të dy anët. Gjithë kushtet e tjera të Mehmetit u hodhën poshtë. Pas kësaj, dha një letër e tillë për tek Mehmeti. Aleati i Krishtit Gjergj Kastrioti, ndryshe Skënderbeu, princi i Arbërve dhe i Epiriotëve, dërgon shumë të falë Mehmetit, prijesit të tuq. Letra jote o prijes i nderuar, mu dorëzuar. Ty pi shkruan se i e prekur nga një dashuri shumë e madhe për mua dhe nga një ndjenjë dashamirësie të admiruar, që thua se shpjegohet me atë miqësinë tonë të dikushme. Kjo miqësi që u rrit e zuri rënjë përmjet shoqërimit tonë të gjatë, duke kthyer në një veti të pashlyer të natyrës sonë, do ta ruaj përgjithmonë fuqinë dhe forcën e vet. Por meqense tani ajo është si e pjetur, për shkak të ndarjes sonë për një kohë të gjatë. Tu pa e udhësh që ta zgjosh nga gjumi, me qëllim që të fillojmë të bëjmë ndonjë paqe e beslidhje të re ndërmjet nesh. Për këtë ti ke propozuar këto kushte, që ushtria jote të ketë rrugë të lirë përmes mbretërisë sime, për të plaçkitur vendin e vendindikasve. Të kërkesë tënden, o prijes i nderuar Mehmet, nuk do të ishte sigurisht as së drejtë, as e denjë për mua që ta pranoja, sepse vendindikasit janë aleat me mua dhe të lidhur fort me hallkën e miqësisë. Sa për dëshirën të kesh si peng pranë teje birin tim Gjon, me qëllim që paqja ndërmjet nesh të jetë më e qëndrueshme. Unë do ta bëja këtë ndoshta me gjithë qef, o prijes Mehmet, po të ma lejonte dashuria atërore. Por duke qenë se ai është biri i vetëm për ne, dhe kërtiza nga mosha, ta largosh nga përqafimet e prindërve tani, kur duhet të forcohet të mbrohet me zakonet tona, ka se si të mendohet e dobishme, as për të, as për ne. Përkundrazi, atë çka kërkon nga unë për tregtarët e tu, që të mund të shkojnë ku të duan, e të bëjnë tregti lirisht e pa rrezik në mbretërinë time, atë e aprovojnë dhe e pranojnë të gjithë kapedanët dhe krerët e mi. Edhe unë një gjë dëshiroj fort, që mbartja e mallrave dhe zhvillimi i tregtisë për secilën nga palët tona, të mund të bëhet lirisht në të dy anët. Përveç këtyre, ti më këshillon, me të madhe që unë të vi pranë teje, madje pas një frikë merak, me qëllim që duke parë njëri tjetrin dhe duke u shoqëruar së bashku, të nxjerrim mallin për gjithë kohën që kemi qenë larg njëri tjetrit. Unë është më e fortë në këtë rast, po prihesh si pashoq. Mirësinë tënde, bujarinë tënde, dhe do ta përqafonja me guxim këshillën tënde. Sigur të ma lejonte tani punët e mia dhe qeverisja mbretërisë sime. Po ç'të bëj? Djali im, siç e thash, është fare i vogël, as pak i aftë për timonat e pushtetit. Njerëzit e mi, siç e di, s'janë kur të qetë. Ta janë popull i krenar, dhe pa fre, saqë edhe për mua vetë shumë zor që t'i drejtoj. Me gjithë këtë, unë do të vi tek ti, ashtu siç më porosit. Mjafton që të gjesh kohën më të përshtatur për të ardhur.
Qofshëm ndosh e pash dashuri për mua. Nga kampi, 30 maj 1461. Si mori letrën e Skënderbeut dhe pasi e lexoi mirë. Barbari Mehmeti dërgoi atij një tjetër kërkim. Mehmeti, bej, sultan, emir, ndimtar i gjithë vizëve të botës, i dërgon shumë të fala Skënderbeut, princi të Arbërve dhe të Ekriot. Anë të përfaqësorin si ton Mustafa, na dërgoi fjalë, si edhe letër, në të cilën shkruan se asnjë nga kushtet e paqes që propozuam ne s'të ka pëlqyer. E përjashtim vetëm të njërit, lidhur me tregtarët tanë. E këta do mund t'i shpihen mallrat e tyre ku të duan dhe të bëjnë tregti lirisht me të dy anët. Më në fund, bas të këtij fushi, ti më zotohesh mua për paqen, për të cilën siguron se aprovojnë me shpirt e me zemër të njerëzit e tu. Unë e përqafoj këtë vullnetin tënd dhe i pranoj, a i rënduar arsyetimet e tjera. Prandaj unë të jap fjalën në Skënderbeu im, e marr përsipër gjithë sa ti kërkon, duke bashkuar me mendimin tënd dhe të tuaj. Të siguroj se paqen e shenjtë do ta ruaj pa dhënuar sa të jem gjallë. Në rast se nuk do të japësh ti i pari, shkak për ta prishur e dhënuar. Prandaj, dhe dhënë sigurin tonë, se kjo paqe do të vazhdoj për jetë. Ne kemi vullosur letrën që po të dërgojmë në anë të lajmëtarit dhe përfaqësonësit tonë Mustafa, me vullën tonë imperiale dhe zakonshme. Prandaj dhe ti, në rast se e gjen të udhës, vër në nënshkrimin tënd nën këto shenja tona dhe garantohu për të me vullën tënde të zakonshme. Kështu që të kemi edhe vullnetin, edhe mendimin tënd. Veç kësaj, jep urdhër që të bëhen shpallje dhe urdhëresat kudo në mbretërinë tënde. Ti do të urdhëroj edhe unë që të bëhen në përgjithë vendet e mbretërisë. Dije pastaj se unë, shtyr nga bujaria ime e veçantë, dhe me qëllim që dashuria ime për ty të njihet mirë nga të gjithë, po t'i quaj të lish me të gjithë ato që e ke rëmbyer prindit tim në Arbëri dhe në Epir, në mënyrë që t'i zotrosh si kur të kenë qenë gjithmonë të tuat dhe të tuave. Po t'i kaloj ty edhe njerëzve të tu gjithë të drejtat e zotrimit që kam pasur më parë, po ju a jap, ju a lë dhe ju a njoh juve. Dhe ty këtej e tutje të kem dhe të quaj gjithmonë princ i Arbërve dhe Epiriotëve. Në të ardhmen, sikur se t'u zatova të dhash fjalën, prej mbreti, unë nuk do të dëmtoj kur me armë, ty e gjërat e tua, veç se po u bëre shkak ti. Prandaj vëre vullën tënde mbi këto, dhe jepja pastaj që të na i sjell lajmëtarit ton besnik Mustafa, të cilit duhet t'i zdesh bes plotësisht dhe pa e fyer për çdo gjë që do të rrëfej e do të thotë. Qofshë ndosh dhe përgjigju dashurisime. Prej Konstantinopoje, në 22 qershor 1461, pas linjës së Krishtit. Që nga koha kur Kasneci i priesit Mehmet shkoi tek Skënderbeu për ta kërkuar paqen, për ta siguruar dhe konsoliduar me letrat e tij, sipas mendimit dhe dëshirës së Skënderbeut, dhe gjerë në kohën që u kthye përsëri tek ai. Ishin kaluar 40 ditë. Skënderbeu, kur e mori këtë letër, i ri kapetanët dhe krerët e vet, dhe pastaj dha urdhër që të lexojë para tyre. Këta që të gjithë shfaqën mendimin se paqja me Otomanin duhej siguruar dhe ponën se kjo gjë ishte përnder të Skënderbeut dhe në dobi e përfitim shumë të madh të mbretërisë. Kështu beslidhja ndërmjet Skënderbeut dhe Mehmetit mori fund dhe paqja u shpall me gëzim të papar për të gjithë kudo në përmbetërinë e secilit. Dhe kjo paqe u ruajt e gjerë në një farë kohe në besnikëri nga të dy palët. Por barbarët pastaj që s'janë kur për të zënë besën, dhe nuk e mbajnë besën, u bën shkaktar për dëvimin e paqes. Ta hynë të parët në tokat e Skënderbeut.
dhe pastaj nxorën që andej një plaç shumë të madh. Skënderbeu ankua Mehmetin me letër elementar. Pra ai u përgjigj, dhe s'dinte gjë. Dhe duke shfaqsuar veten, shti sikur gjoja ishte i mërzitur për këtë punë, që ushtarët e kishin bërë sigurisht pa dëshirën apo pa urdhrin e tij. Prandaj, ai kujdes që t'i ktheheshin prap disa gjëra Skënderbeut.